Selamu alaikum. Jemi mësuar të dëgjojmë që Islami ka 5 shtylla: dëshmia, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, falja namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe shkurja në haxh. Por në fakt këto shtylla kanë disa specifika që i dallojnë në mënyrë thelbësore nga njëra tjetra. Për shembull, shahadeti, dëshmia, është hapja e derës që dikush futet në Islam, dhe me njëherë mbas kësaj vjen namazi. Por le të shohim në këtë formë. Urdhëresat në fakt që i ka besimtari obligim nga Allahu xhaleshanu, ne i zbatojmë ato në bazë të mundësisë tonë. Për shembull, nuk e ka obligim i smuri të agjërojë Ramazanin. Nuk e ka obligim i varfri të japi zakatin. Nuk e ka obligim ai që s'ka mundësi ekonomike të shkojë në haxh. Pra shohim që këto 3 shtylla të Islamit varen në bazë të mundësisë së njeriut. Nëse i krijohet mundësia, atëherë me të vjen dhe obligimi. Por nëse s'e ka mundësinë, nuk e ka obligim të zbatojë këto shtylla që përmenda më lart. Por kur vim tek namazi, ndoshta do të ishte mirë ta quanim themel, sepse namazi është obligim për të gjithë besimtarët. Kanë mundësi apo nuk kanë mundësi ekonomike. Janë plotësisht të shëndetshëm apo nuk janë plotësisht të shëndetshëm. Sepse nëse e ke pranuar Islamin, obligohesh të falësh namaz. Dallimi midis besimtarit dhe jo besimtarit është namazi, tha profeti alayhi salatu wassalam. Që do të thotë, nëse njeriu është i sëmurë dhe nuk falet dot në rregullat normale të namazit, atëherë ai falet ulur. Nëse nuk falet dot ulur, falet shtrirë. Nëse nuk falet dot as shtrirë, atëherë ai mund të falet me anë të shenjave, me anë të syve të tij, nëse është i vetëdijshëm. E nëse nuk është i vetëdijshëm, atëherë bie obligimi mbi të, sepse ai ose është i çmendur, ose është në koma, ose ka vdekur, ose nuk është besimtar. Këto janë të vetmet kushtet kur njeriu i bie përgjegjësia e namazit. Arrim të kuptojmë që namazi është shtylla dhe themeli më i fortë i lidhjes individuale që Allahu xhaleshanu kërkon prej nesh në jetën tonë të përditshme, dhe do të jetë kjo në fakt ajo çfarë do të mas edhe suksesin në botën tjetër. Nëse do të vini në rregull me namazin, thot profeti alayhi salatu wassalam, do t'ju lehtësohet llogaria dhe punët e tjera që janë të neglizhuara në përditshmërinë tonë, do të kalojnë shumë thjesht në llogari. Por nëse namazi nuk do të jetë në rregull, atëherë llogaridhënia do të jetë e vështirë. Allahu na ruajt.